Dhurata Dora, këngëtare e cila shumë shpejt arriti të krijojë qindra mijëra fansa kudo që flitet shqip. Së fundmi na e solli këngën e saj Ti po do, ndërkaq tani ajo është në përgatitje si për të disa këngëve të tjera për muajt e nxehtë të verës. Çfarë ka të re tjetër te këngëtarja, më së miri e kuptojnë në materialin e përgatitur Enkas për të. Vetëm afro, 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 nëse ti don, vetëm afro, 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 nëse ti don, Zëri i saj u bë melodi për tregun ton që në daljet e para. Një zë i ëmbël dhe thjesht në dukje krijoi bazën e parë me adhurues. Por më pas, ajo erdhi shumë fuqishëm, duke bërë një tërmet në diskografinë shqiptare. Këngëtarja e hitit A Bombi është një ndër artistët më të kërkuara për momentin tek vendet shqiptare. 2015 Dora nisi me Ti Don, një projekt që mori pëlqyeshmëri që nga minutat e para të publikimit. Ja ka nisë shumë rastësisht, më ka në studio, si shumë shpesh të shkoj, edhe që ja kena nisë me punu një këngë, po këmë do është të here me dojnë me diçka pak ma ndryshme, nështë edhe pak ma të eger, është me provu sa ma shumë rryma të ndryshme për fansat e një sjellë diçka të re. Edhe e kena punu këngën Ti Don, më ka pëlqy shumë, ju ka pëlqy edhe njerëzve që e kanë ndëgju në atë momente, edhe kena vendosur Përpas nga fansat e saj, dhurata u mbështet jashtëzakonisht shumë edhe nga kolegët. Shumë prej tyre në rrjetet sociale komplimentuan këngëtaren për Ti Don. Po më ka ardhur shumë mirë, edhe respektoj shumë mbështetjen e tyre. Por kjo nuk do të jetë projekti vetëm i saj për këtë verë. Menjëherë, pas lançimit të këngës së fundit, ajo është drejtuar drejt studios për projektin pasardhës. Jo më tu e punu një këngë të re, që kemi marrë vesh edhe jo. Stili ka me kanë i njëjtë, si gjithmonë, edhe ma shumë s'po thonë, filasi surprizë. Kënga tashmë është finalizuar dhe shumë shpejt pritet të marrë dritën e gjelbër për publikim. Po, përpas kësaj, artistja u përfol për një bashkëpunim me reperin Capital T. Një këngë që ka filluar punë, por që do akoma dhe pak kohë për të publikuar. Ja kena fillu një këngës bashkë, po akoma se dina saktë se kur ka me dalë, është një këngë shumë e mirë. Po njerë për njerë që shtash edhe ma e rekomendos me dalë me diçka të solo prap. Po në të ardhë mund të dihet kur. Kena punu diçka, edhe ta shohim. Përderisa aktualisht përqendrimi mbetet te kënga si solo artiste, dhurata do të dëshironte një bashkëpunim me dy artistë tanë. Një kombinim me Dafinën dhe Young Zerkën që shfaqet edhe te klipit të Ti do të ishte i mirëseardhur për këngëtarën. Ti kam shumë shok të mirë, edhe i përshëndes shumë me këtë rast. Po njerë për njerë unë s'kom vendosur kur gjë edhe nuk e di, po unë e kisha pranuar me njerë se i di shumë edhe janë shumë artista të mirë. Por dhurata nuk është e koncentruar vetëm tek singlat. Ajo ka koqër duke punuar për një album që do e sjellë këngëtarën shumë ndryshe. Vazhdimisht jam në studio edhe ma mërmenja që unë e di vetë që kom munu me bu një album me stilat ndryshme, edhe si pas menimit tem një artist me një album mund shumë me kallzu qaden, më thonë ka me pas të i baladës të rock, gjithë shka. Përpas kësaj, ajo ka qenë pjesë e Medias Ros për klipin A Bombi. Ky projekt pas miliona klikimesh u largua nga YouTube. Shumë fjalë u thanë, por Dora tregon arsyeën e këtij problemi. Ka qenë një problem për shkak të drejtave të ajmurit që e kena bota ajo shkolla. Tash nuk e di saktë se çka ka ndodhur aty se u mirë menaxhmenti jam për këtë punë, veç e kena gjetë një zgjidhje, domethënë tash është poti pak blur ato te shkolla. Edhe këtë çka është tash në rregull edhe vend vet. Pavarësisht kësaj, ajo mori shumë mbështetje nga adhuruesit, e sidomos nga media. Mu po më vjen shumë mirë që e kom arrit besimin e fansave edhe të mediave gjithashtu, që ma besojnë punën shumë, edhe normal krenura për atë fakt, edhe kom punu për atë fakt, edhe inshallah gjithmonë.
A Bombi vazhdon të mbetet një himn i këngëtarës që kërkohet shumë në koncerte. Eventet e tilla këtë vit do të jenë të shumta për emrin tashmë të afirmuar Dhurata Dora.